Plenumi studentor denoncon kërcënimet për ndërprerjen e protestave të tyre kundër provimit shtetëror. Në adresën e tyre kanë arritur kërcënime që ata të ndërpresin të gjitha aktivitetet e tilla. Nga plenumi studentor thonë se këto kërcënime na japin më shumë arsye për të protestuar. Kushdo që ka një kërcënim, le të na e adresojë. Ne do ta publikojmë. Ndërkaq, Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi ju është shmang prononcimit për alsat më lidhur me kontestin e hapur me studentët. Nga zyra për informime Ademi të lutën që pyetjet t'i parashtrojnë pas përfundimit të ngjarjes së sotme që kishte ministri, sepse përndryshe ato do të zbehnin dhe tregonin një pasqyrë të keqe për ministrinë. Por, pas takimit, Ademi nuk u duk më. Nga zyra për informim na than pastaj se gjoja nuk e kanë parë ministrin kur ka dalë. Kështu, Ademi ju është shmang prononcimit lidhur me kërcënimet që i adresohen plenumit studentor. Nga ana tjetër, plenumi studentor ka fituar edhe përkrahjen e Asociacionit Studentor Amerikano-Ballkanik nga Universiteti George Washington. Në kumtesën e tyre thuhet: Ne, Asociacioni Studentor Amerikano-Ballkanik nga Universiteti George Washington, solidarizohemi me ju teksa luftoni për të drejtat tuaja të patjetërsueshme si student. Ne përkrahim kërkesat tuaja drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrit të Arsimit Abdulaqim Ademi. Veçanërisht, mbështesim kundërshtimet tuaja ndaj propozim ligjit për provimin shtetëror apo testimin ekstern në vitin e 2 dhe të 4, se bie ndesh me të drejtat e garantuara me kushtetutë, si dhe kufizojnë autonominë e universiteteve si institucione të pavarura. Studentët ndërkohë kanë paralajmëruar marshin e dytë mbar studentor për më 10 dhjetor, itinerari i të cilit do të jetë nga kompleksi i universitetit drejt qeverisë në mesditë.